أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالمدريمة الأذريمة إتاكوين بتم الله عز وجل صلوات والسلامات يدرقوا محمد عليه الصلاة والسلام paqja dhe mëshira e Zotit xhallahu ala qoftë mbi të familjen e tij, shokët e tij sinqert besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar agjërues dhe agjëruese, jemi në ligjëratën e radhës tek cikli i ligjëratave emrat e bukur të Allahut azza wa jall. Ashtu siç ju kemi premtuar që gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit, gjatë kësaj maratone gjigante, do të mundohemi që çdo ditë ta trajtojmë një emër nga emrat e bukur të Allahut azza wa jall. Sot jemi para jush me emrin më madhështor të Zotit xhallahu ala, me emrin e tij subhanahu wa taala, i cili është i njohur për të gjithë ju. Ai emër është Allah. Është interesante që është i vetmi emër i Allahut azza wa jall që nuk ka guxu asnjë krijesë me pretendu me marrë këtë emërtim. Askush nuk është quajtur me këtë emër siç është emërtu Allahu azza wa jall. Dhe ky emër është përmend aq shumë në Kur'anin famlar për të treguar madhështinë e këtij emri, për të treguar që nuk bën vaki insani, muslimani, me i lyp diçka Allahut azza wa jall me këtë emër e që Allahu mos me ia dhon atë. Nuk bën vaki njeriu, agjëruesi dhe agjërusja, me kërku nga Allahu me ja largu një breng përmes këtij emri, e që Allahu mos me ja largu brengën e fjalë. Besoni apo jo, është përmend ky emër në Kur'anin famlar gjithsej 2724 herë, për të treguar që është emri më madhështor i Allahut azza wa jall, për të treguar që na duhet të edukohemi dhe të bëhemi terbije, që ta lusmi shpesh Allahun azza wa jall me emrin e tij Allah. Allahu subhanahu wa taala ka treguar që edhe idhujtarët me kas kanë qenë të vetëdijshëm që Allahu është krijuesi i çdo gjëje. Kanë qenë të vetëdijshëm që edhe ata zota që janë tu i adhuru nuk kanë drejt me u quajt dhe me u emërtu Allah. Edhe ata zota nuk sjellën dëm dhe dobi, por i kanë marrë ndërmjetësues mes tyre dhe Zotit. Allahu subhanahu wa taala ka thënë: "Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah." Nëse i pyet idhujtarët Mekas o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kush i ka kriju qiellin dhe tokën, la yaquluna Allah. Ata kanë me thonë të gjithë të njerëzit i ka kriju Allahu azza wa jall. Nuk thoni ka kriju Rahmani, por thojnë edhe idhujtarët i ka kriju Allahu azza wa jall. E kur i pyet pejgamberin pse po i adhuroni këta idhuj, jashtë Zotit xhallahu ala, çka thojnë ata? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna, prap thojnë ila Allah. Na nuk jemi tu i adhuru këta idhuj, vetëse po i marrmi na ndërmjetësues mes neve dhe Allahit, Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu Allahu azza wa jall meriton të madhruhet me këtë emër, nga se është ai Allah i cili na ka nxjerrë nga barqet e nonave tona dhe nga madhëria e tij subhanahu wa taala na ka bërë neve që të kemi të dëgjuar, të pamur, të aftësohemi, të arsimohemi, të shohim, të prekim gjërat. Allahu azza wa jalla thot: "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون." Allahu akbar. Është Allahu prap, emri Allah, ai i cili ju nxori juve nga barqet e nënave tuaja, la ta'lamuna shay'a. Dhe në ato momente ju nuk dinit asgjë, ishit zero. Çka bëri Allahu azza wa jall? Nga lart madhria e tij, وجعل لكم السمع. Allahu ju dha juve dëgjim. Wal absar, ju dha juve të pamur, wal afida, logjik shëndosh, la'allakum tashkurun, që ju t'jeni mirënjohës dhe falëndëruar ndaj Allahut azza wa jall. E mirënjohës që
është njeriu ndaj Zotit. Minjos është kur këta sy i përdor aty ku Allahu don. Këta sy i mshel aty ku Allahu nuk don. Këtë logjik e përdor aty ku Allahu është i kënaqur, e largon aty ku Allahu nuk është i kënaqur. Dhe këtë dëgjim e përdor vetëm ku kënaqet Zoti dhe nuk e përdor aty ku hidhrohet Allahu Azza wa Jall. Me këtë formë ti arrin me qenë minjos ndaj Zotit, edhe arrin me madhru Allahun Azza wa Jall dhe emrin e tij Allah. Duhet me njoft këtë emër, me htu me këtë emër, me madhru Allahun me këtë emër, me lut me këtë emër, me emrin e tij më të madh, më madhështor, emrin Allah. Edhe idhujtarët të cilët kanë qëndruar në deti, çka kanë bëu? Wa idha ghashiyahum mawjun kadhulali, ka thënë Zoti da'u Allah mukhlisin lahu ad-din. Kur ata i trazoi deti, u futi frikë mrena. Kush Allahu i ka thënë detit mu trazu. Çka ka ndodhur? Da'u Allah mukhlisin lahu ad-din. E kanë lut Allahin. Kokën lart e kanë shu. Allahin e kanë lut. Me çka? Me sinqeritetin më të lartë mundshëm. Që do të thot edhe idhujtarët, mushrikimët më të mëdhej, edhe ateistët, kur janë nxorë në aeroplan, në turbulenca, në vështirësinë deti, ata e thirrin Allahun me emrin më të madh, Allah. Se e dinë se as putat, as idhuj nuk kanë mundësi me shpëtu. Çka ka bëu idhujtarët? Da'u Allah mukhlisin lahu din. E kanë thirr Zotin, Allahun, dhe e kanë lut me sinqeritetin më të lartë mundshëm në atë momente. Dhe Allahu falemma najjahum lil barri idha hum mushrikun. Allahu kur i shpëtoi nga tmerri dhe i qitin tokë prej detit, ata prapë u kthin dhe bon kronesh idhujtar. Megjithatë, çka kanë bëu? E kanë kuptuar edhe idhujtarët Mekas se me lut Zotin me emrin më të madh, me sinqeritet Allah ja bon kabull don. Idhujtar, Allah ja pranon don. Po ti agjërues, gojën thatë, barkun e zbrazur, të ditën me ibadet, agjërim. Pse nuk e lut Zotin me këtë emër bukur të Allahut Azza wa Jall? A nuk është turp prej neve që mushrikënët arab, kohën e pejgamberit me njoh Zotin më mirë se tjetër? Me ditë që me lut Zotin me këtë emër Allah s'ta kthen përgjigje negativ, as është marrë për neve? Gjyshrit tanë musliman, baballarët tanë musliman, nanat. Krejt fejën e kemi pas, brez pas brezi. Megjithatë, jemi ma ignorant për Zotin se kush, se idhujtarët Mekas që ndoshta sot janë duke u rekullis në xhenem. Kjo është turp për neve. Ata duhet me njoftë Allahun Azza wa Jall. Vetëm mjafton me e hap mushafin, edhe me lexu Kur'an hatme në Ramazan, edhe me pa që emri i Allahut është përmend hiç më pak se 2724 herë, pavarësisht trajtave dhe formave se si ka ardhur emërtimi i Allahut Azza wa Jall me emrin e tij më të madh. Për këtë arsye, pejgamberi sallam ka qenë njëri më shëmbulltyra më e lartë për neve raport me Zotin, se si e ka adhuru Zotin, se e ka madhuru prap, i ka thonën la uhsi thanan alejk, Allahu akbar. O Zot, s'ka mundësi me të madhuru, me të lavdru, çysh e jeton ti. Mirë po, ti je ai cili je çashtu çysh e madhron ti veten tonë, çysh e sheh ti veten tonë. Ai na mundohemi me madhru Zotin, me emrat e tij të bukur, me adhuru, me lut Allahun me këta emra, me thirr Allahun me këta emra, edhe Ramazan edhe shtë Ramazanit. Megjithatë, prap jemi të mangët, edhe nuk kemi mundësi me adhon hakun Allahut Azza wa Jall, ashtu siç e meriton Zoti Xhella Wala. Për të arsye ka thonë ulemoja, besimtari e madhron Zotin me këtë emër, dhe ky emër le gjurmë në jetën e tij shumë aspekte. Aspekti i parë është kur je në zorin më të madh, detin më të madh, çka lyp, prej kujt kërkon ndihmë, zgjidhje problemet, Allah. Është automatikisht ademe vendosur trupin ton që edhe gjua shkon direkt dhe thot Allah. Ani pse ndoshta të jetën s'ka qenë ibadetxhi. S'ka qenë rob i Zotit, megjithatë prap e qet fjalën Allah, o Zot. Pastaj edhe momentet kur je më të levërditshme tjetës tonde, prap nuk duhet me harru Allahun Azza wa Jall. Edhe momentet më delikate, çdo aspekt tjetës,
thjesht duhesh me qenë i lidhur fort me Zotin xhallahu ala, konkretisht me emrin e tij më të madh, Allah, pra prej emrave të bukur të Allahut azza wa jall. Lutem Zotin e madh që Allahu ta mësoj me njoh Zotin ashtu siç e meriton ai subhanahu wa taala, ta njësojmë ashtu siç e meriton ai xhallahu ala, ta adhurojmë Zotin dhe ta njohim me dije, nga se kështu jemi më afër Allahut edhe këtë botë, edhe botën tjetër. Dhe në takimin e ardhshëm ju dëshiroj agjerim të lehtë edhe të pranuar. Zotit e mëshirë, alhamdulillahi rabbil alamin.